vajza ime në shkollë, fillore, kur e veçin deja qika ku jetë, unë jam mesa i smet pejes, nuk kam frikë që të qika jeme. Ndihesh më i privilegjuar si doktor me tën këto tituj, as i djali i të madhit Bacis Ismet Peja? Moni, para emisionit të diskutu me Korabin, zbashku, thash, fëmit e prindve që i kanë za, të prindve të popularizum, ose të njoftun, në rrethin ku jetojmë, e kanë gjithmonë shtirë me kriju identitet vetin. Sepse gjithmonë kanë mu quj si djali i Ismetit e jo Vegimi. Unë mas jo këtë emision të knaqëm të knaqëm, mu i me ta të regu edhe një dashquja anekdot, dash një rasi, vajza ime në shkollë, fillore, kur e veçin deja qika ku jetë, unë jam mesa i smet pejes, nuk kam frikë që të qika jeme. Ose, ka shumë raste kur njerëz matrise unë, kur më prezentojnë ndaj dikuj nuk thojnë kjo është Vegim Peja, për thojnë kjo djali i Ismet Pejes. Ani, ma mërmenja me pas një babë, si Ismetin. E aty është që falë Zotit e fatit që baba nuk o përmend për të keq, po për të mirë, kështu që nuk e kam problem pse më prezentojnë emët babe, se t'i shko anaj hajnë, anaj kriminell, anaj problem, atër ishë më kishartë marrë e kësha dhonë kuku. Jo, ti shko anaj kriminell, nuk t'ishin pytë shumë ty. Se ishin dash me marrë ty djali kriminalit. Për deri se e djali një legendë gjitha korave pa tjetër dush më përmen. Liduar të Rokiti u këshalut për të madhin të ndjerin Bacin Ismet, që sigurisht aj prej qiellit në shef edhe i shala nuk po gabojmë në këto diçka. Vegimi nuk e ka që vështirë që shpo ankohet. Se kjo i ka pas fatin e ka të rëshëgu laringun e babës edhe kur do në mu prezentu mund mjafton edhe me këndu, vetëm atëherë e zën vendin e vetë.